Këto tek mësimi i një radhës, Luka kapitulli 18, vargjet 9 deri në 14. Jezus i tregon një shëmbëltyr tjetër, edhe e tregon kështu. Por ai tha edhe këtë shëmbëltyr disa që pretendonin se ishin të drejtë dhe përbuzdhin të tjerët. Dy njerëz u ngjitën në tempull për të lutur. Njëri ishte farise dhe tjetri tagërledhës. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçar, të padrejtë, kurorshkelës dhe as si ky, tagërmbledhës. Unë agjeroj 2 herë në javë dhe jap të 10-ën e gjithçkaje që kam. Dhe tagërmbledhësi rrinte nga larg dhe as i guxonte t'i çonte sy drejt qiellit, por rrite kraharorin e vet duke thënë: O Perëndi, je i mëshirshëm ndaj meje mëkatarit. Unë po ju them se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet, i drejtuar, i drejtësuar, sepse kushdo që lartësohet do të përulet, dhe kushdo që përulet do të lartësohet. Jezusi, pra, ndërsa po mësonte njerëz të ndryshëm, ai tërheq vëmendjen tek lutja dhe kërkon që t'i kushtojmë vëmendje me gjithë zemrën. Është një lutje për falje. Kemi një rast shumë interesant, pra, që ne jo vetëm që duhet lutemi me gjithë zemrën, por gjithashtu duhet ta kuptojmë dhe ta pranojmë faktin që përpara Perëndisë ne jemi mëkatar. Tek Jobi, kapitulli 9 thuhet, vargjet 1 dhe 2, atëherë Jobi përgjigj dhe tha: Po unë e di që është kështu, por si mund të jetë i drejtë njeriu përpara Perëndisë? Është një pyetje shumë e fuqishme. Si mund të jetë njeriu i drejtë përpara Perëndisë? E ndërsa Jezusi po tregonte këtë shëmbëltyr, pra Jezusi tregon që fariseu e konsideronte veten të drejtë, e konsideronte veten sikur dinte gjithçka, sikur kishte gjithçka, sikur puna që ai kishte bërë ishte superior. Ishte aq superior sa mjafton me Perëndin, nuk thjesht donte që Perëndia ta miratonte, nuk kishte nevojë, kishte dalë absolut përpara Perëndisë, por neve e dimë që përpara Perëndisë asnjë nuk është i drejtë. Fariseu pra vjen përpara Perëndisë kryelar dhe duke i numëruar Perëndisë se çfarë kishte bërë. Sepse mund të duket sikur ka përmbushur çfarë Perëndia ka kërkuar. Përsëri pra, ky qëndrim nuk ka përulje, sepse në fakt përpara Perëndisë nuk ka asnjë të drejtë, as dhe një, thot Pali tek Romakët 3, vargjet 10 dhe 12. Pali thot, siç është shkruar, nuk ka asnjë të drejtë, as dhe një. Nuk ka asnjë që të kuptojë, nuk ka asnjëri që të kërkojë Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka asnjë që të bëj mirë, të bëj të mirën, as dhe një. Pali hyn datka syve. Edhe të thret vëmendjen, pra kemi 2 njerëz, edhe Jezusi thot, ju thot që e mbani veten të drejtë, përpara Perëndisë nuk ka asnjë. Ti mund të bësh veprimet fizike, pra që duken, pra duke ofruar 1/10 e gjithçkaje, duke agjeruar 2 herë në javë, ai ishte kërkuar që të agjeroje 1 herë në vit. Sipas ligjit, ky 2 herë në javë. Pra po bënte gjithmonë ato gjërat plus. Përpara Perëndisë ai kishte diçka që ishte shumë e rëndësishme, zemër. Nuk kishte zemër. Nuk kishte falje. Nuk kishte përulje. Edhe nuk e kishte marrë mëshirën që Perëndia e jep gjithsecilit për nesh.
çfarë tregon kjo për ne? Kjo na tregon që ne në momentin që neve mendojmë që i kemi të gjitha, i dim të gjitha, shpeshherë neve bëhemi si ky fariseu. Di shumë njerëz e përdorin në vend që të thonë hipokrit, thonë ti qeke si një farise. Sepse fariseu bëhesh hipokrit, bëhesh paragjykues. Shikonte dikë dhe thoshte o Zot, faleminderit që nuk jam si ky robiçari, si nuk jam si ky gënjeshtari, si nuk jam si ky taksambledhësi. Por në vetvete i kishte të gjërë, sepse Jezus i thot ju që jeni të drejtë nuk jeni. Madje në një moment Jezus i thot atyre, ju jeni si ato qivuret të bardhë nga jashtë, por brenda thot keni kocka të vdekur. Pra nëse neve nuk i kemi këtë lloj qëndrimi, këtë lloj përulje, ne mund të bëjmë veprimet në pamje të parë që njerëzit kënaqen me ne. Por në fshehtësi asnjëri se di se çfarë vajnë. Por Perëndia e di. Dhe Perëndia na thot duhet paraqitemi përpara Perëndisë në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre, ashtu siç jemi. Ne nuk duhet bëhemi të tillë, edhe shpeshherë gjithë secili prej nesh mund të ketë takuar njerëz të tillë pra, që paragjykojnë. Ky krishter, pasi e madh vete ky më besimtar. Shish me çfarë bën, shikoj me çfarë bën. E duke paragjykuar në kul, edhe duke harruar që bëhet pikërisht si ky fariseu. Dhe Jezusi që thot, përpara Perëndisë ne duhet vim të përulur. Mos kemi guxim si ky taksambledh ta ngrem kokën përpara Perëndisë. Neve sa po lexuam te Gjoni, Jezusi tha nëse ju bëni urdhërimet e mia me gjithë zemër, Perëndia do t'ju jap gjithçka që ju kërkoni. Edhe nëse ju besoni pra me gjithë zemër, Perëndia do t'ju jap gjithçka. Nëse ne nuk kemi besimin, nuk kemi qëndrimin, nuk kemi ndryshuar zemrën, atëherë nuk jemi gjikundi. Imagjinoni sikur një personin tuaj të afërt, një personin të familjes tuaj. Normalisht me atë njeri, me qoftë fëmia, qoftë babai, qoftë nana, qoftë motra, qoftë vllai, ti me atë person flet butësisht. Ti ke një lloj ndjesie të brendshme shpirtërore që ky është vllai yt. Kjo është motra jote. Edhe ti ke një lloj force shpirtërore që ti je i gatshëm të bësh gjithçka për familjen tënde. Edhe kjo në fakt është një glimc shumë e vogël që Perëndia na ka dhënë neve të ndjejmë dhe të kuptojmë çfarë do të thotë të kesh marrëdhënie me Zotin. Edhe nëse ti e ke ndjerë Perëndin në këtë lloj forme në jetën tënde, që Perëndia ka qenë gjithmonë aty, ka qenë i gatshëm që të bekojë në çdo kohë, në çdo moment, është i gatshëm të bëjë çfarë të duash ti. Ose ti ke parë bekimet e Zotit në jetën tënde kur nuk ka pas dritë në fund të tunelit. Kur ti ke menduar që çdo gjë ka marrë fund, edhe Zoti ka qenë aty. Edhe ti e ke ndjerë, edhe ti e ke parë. Kjo do të thotë të kesh marrëdhënie me Zotin. Edhe nëse ti ke marrëdhënie të tillë me Perëndin, kujtoheni për këtë moment, nëse ti e ke këtë lloj marrëdhënie me Zotin, nëse ti e ke ndjerë dorën e Zotit në jetën tënde, bekimet e Zotit në jetën tënde, atëherë ne duhet të vim përpara Perëndisë me përulje. Me përulje, me zemër të thyer, që të përmirësojmë, që të rregullojmë marrëdhënien tonë me Perëndin. Jo nga vetja jote, nuk mund ta arrijmë dot këtë gjë në asnjë moment. Por t'i kërkojmë Zotit, Perëndisë tonë, që nëpërmjet Krishtit na japi këtë lloj bekimi. Të marrim falje. Dhe jo vetëm kaq,
por le të jemi të mëshirshëm, të hirshëm me të tjerët. Le mos t'i shikojmë me përbuzje, le mos t'i shikojmë me inat, le mos i paragjykojmë se gjithë secili prej nesh është duke patur një lloj betejë, një lloj lufte në jetën e vet që ne nuk e dimë. Nga ta dim ne që ai person nuk po përpiqet, por nuk po arrin dot. Si për shembull zakone të ndryshme që njeriu zhvillon në jetën e vet, edhe kërkon që të heqë dorë, por nuk e ka të lehtë. Kjo si punë e kafës të mëngjesit që e pi, që po nuk e pive çakordohem. Do patjetër të pish një kafe, pi një kafe të mbledh, mande po stellafosin vet. Çdo person pra ka një diçka në jetën e vet, ka një luftë, ka një betejë që është duke e bërë. Le mos t'jemi të tillë pra, le mos t'jemi paragjykues. Po të shkojmë përpara Perëndis, të përulur, duke rrahur kraharorin, Zot, o Perëndi, je i mëshirshëm ndaj meje mëkatarit. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me gjithë secilin prej nesh.